Zonja Osmani ishte pjesë e LDK-s, garoi me LDK-n, u bashkua me Kurtin, u formua partia Guxo, u zgjodh presidente, që qëndroi për 5 vite presidente, pra gjatë gjithë kësaj kohe, si LDK-ja, si partitë e tjera opozitare, e kishin kritikuar zonjën Osmani, madje duke quajtur edhe si notere të qeverisë. Tani nuk kandidohet për presidente nga zotri Kurti, kthehet në LDK, juve si parti ju dëmtoi fillimisht largimi i saj me afrimin e zonjës Osmani, a ju rikthen ku ishit, a ju rikthen në garën për fitore, apo mendoni se elektorati është dëshpëruar nga ky largim i zonjës Osmani prej Kurtit dhe do të pësoni si parti? Sigurisht, kjo sinqerisht flet për një demokraci të mbrëmshme të lidhjes demokratike të Kosovës. Lidhja demokratike të Kosovës, por në një moment caktuar mund të mos pajtohem me politikat e saj, mund të largohem, por e ka derën hapur, kjo flet për një demokraci. Sigurisht edhe kritikat nga kandidatët, nga antarë të zëllshëm mund të i shërbejnë për të mirë partisë, sepse mund të gabojmë, edhe ne mund të gabojmë. Edhe në momentin kur ti e lën derën hapur, sigurisht edhe atë personi që është larguar nga partia reflekton dhe unë mendoj që zonja Osmani, ish presidentja, ka reflektuar. Unë nuk po them që ka qenë gabim. Jo larg asaj, nuk po them që ka qenë gabim. Sepse ka menduar që duhet të shkon diçka ndryshe. Dhe në momentin kur është larguar nga lidhja demokratike dhe është pozicionuar në një parti tjetër, në një lëvizje tjetër, ka vërejt që vërtet kjo mund t'i ketë bërë, mund t'i ketë shërbyer për mirë dhe sigurisht që ajo ka reflektuar dhe është kthyer në shtëpinë e vet. Fundi është kthyer në shtëpinë e vet. Po, a fitoni më shtatë qershor do të Osmani? Sigurisht që ne po garojmë për fitore. Dhe unë mendoj që qytetari i Republikës së Kosovës ka bërë mirë, edhe ndryshimet që kanë ndodhur, edhe vetvendosja që ka marrë pushtetin, sepse ne e dim, vetvendosja ka qenë partia e cila më lejoni të them në thojza rebele dhe ka pasur në momentin kur ti merr pushtetin duhet të kesh përgjegjësi. Qytetari e ka vrejt. Qytetari po e vren për çdo ditë. Ju është dhënë 3 herë mundësia. Edhe vërtet nuk ka kuptim nëse ti merr një përqindje të caktuar dhe një përgjegjësi, ti ke përgjegjësinë pastaj. Ke përgjegjësinë e madhe që ti të krijosh shtëpinë tënde, që duhet të ketë një zot shtëpie, që duhet të ketë institucione, për ndryshe Kosova ka vujt për institucione, ne kemi bën luftë, ne kemi dalë për një luftë. Edhe kjo ne duhet me mbrojt me egoizëm. Jo të vihet në dyshim atë zgjidhet presidenti, atë zgjidhet qeveria, atë zgjidhet kuvendi, sepse ne kemi institucionet e ona të cilët sigurisht që varen edhe nga zgjedhja e institucioneve, e kam fjalën për administratën. Edhe kjo varet nga zgjedhja e institucioneve, sepse nuk mund të shkon në pafundësi. Dhe një ditë qytetari sigurisht që lodhet. Edhe ndëshkon. Siç na kanë ndëshku, siç e kanë ndëshku lidhjen demokratike, ndëshkon edhe vetvendoset. Që besoni që qytetari është shumë i mençur. Po, qytetari. Shpesh ne themi që ose është një shprehje që unë nuk po du me përdor, por qytetari është më i mençur, është një hap para nesh. Po, qytetari është i